siç është edhe epoka e artës Skënderbeut, por prej disa ditësh po përballet me një rrethim që po e mundon atë nga zjarret. Flakët kanë shkuar pranë banesave në disa lagje të qytetit duke rrezikuar pronën private, ndërsa autoritetet kanë dhënë disa herë urdhra evakuimi për sigurimin e jetës së banorëve. Nëse ditën situata qetësohet, natën rifillon dhe betejë bëhet më e madhe me flakët. Për të treguar situatën në terren, do zhvillojmë në këtë moment një bisedë me Aulon Kalan, ish kandidat për deputet në Bashkinë e Krujës, drejtues i degës së Partisë Demokratike në këtë njësi vendore. Aulon, të përshëndes. Atëherë fillimisht aktualisht ndodhesh në fushë Krujë, por si paraqitet situata në ato zona? Është një situatë për momentin e stabilizuar, por i gjithë rreziku potencial është në orët e vona të natës, për shkak se helikopterët nuk punojnë pas orës 20. Ditën e djeshme faktikisht nuk kanë punuar me kohë plot, kanë punuar 2-3 orë, pastaj janë rikthyer. Më përpara ishim mësuar që në Krujë të vepronin 3 helikopterë, ndërkohë nga ana tjetër ditën e djeshme ka qenë vetëm një helikopter. Kjo si pasojë edhe zjarreve tjera që kanë rënë në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, me aq informacione sa kemi pasur edhe nga media. Mendoj që natën e mbrëmshme ka qenë një rrezik potencial për lagjen e bazës në Krujë rreth orës 19. Ju e keni transmetuar si televizion që ka pasur një urdhër evakuimi për banorët e bazës, lagjes e cila është lagja fundore e Krujës, për çuar më pas në atë që quhet Malësi e Krujës, zona e Qafshamës. Dhe natyrisht kanë qenë orë të ëndshme, kanë pasur një rezistencë nga ana e banorëve të zonës, të cilët kanë prej 6 ditësh tani më ku Kruja është në flak, të cilët luftojnë me flakët e zjarrit. Shërbimet zjarrpikse kanë qenë aty, por të cilët keni parasysh që Kruja ka një pozitë të vështirë strategjike, një terren malor dhe zjarrpikse dhe kanë pamundur për me penetru brenda lagjeve të Krujës dhe terreni është shumë i vështirë. Janë dislokuar në hyrjet lagjes dhe janë zgjatur tubat pastaj 100 metra diku. Ne e kemi përcjell dhe ti e ke dëshmuar vazhdimisht me video në rrjetet sociale nga terreni, momentet e vështira që po përjeton Kruja përgjatë këtyre 6 ditëve dhe gjithçka duket se riaktivizohet natën. Përse përshkallëzohet përhapja e flakëve? Shiko, që nga dita e parë, kur Kryeministri i Shqipërisë shpalli fitoren me flakët në Krujë, që i bie dita e shtunë, datës 8 gusht, e shtunë e zezë për Krujën, unë mendoj që ka pasur një lloj neglizhence dhe një lloj euforie që të nxirrnin sa më përpara lajmin që u fitua betejë në lagjen e bazës, sepse po flasin për këtë vatër zjarri ku ka nisur zjarri në Krujë. Më vonë, pas 4 orësh, zjarri përfshiu paktën po merrte për masa për me përfshi banesat në lagjen Varosh, e cila është e pozicionuar rrugës që të çon për në malin e Krujës. Unë mendoj që një lloj serioziteti, një lloj përgjegjësie më e madhe do ta kishte trajtuar më mirë këtë lloj situate, pa dashur të bëj politikë me zjarret apo t'i vë gishin dikujt nga ata që kanë pas për detyrë për të shuar këto flakë zjarri. Shiko, është shumë e vështirë natën që të gjehen në shtigjet për me ndërhy me anë të zjarrpikseve, siç u thash, helikopteri nuk punon natën se nuk ka orientim dhe nuk ka dritë. Ato riaktivizohen rreth orës 6 të mëngjesit, por sot në Krujë, që ka pasur nevojë të ngutshme për ndërhyrje nga ajri, për shkak se në orën 4 të mëngjesit në lagjen e bazës ka pas probleme që zjarri të futet nëpër banesa. Në Krujë është shfaqur helikopteri rreth orës 7 të mëngjesit. Pra ka ardhur me vonesë, ndoshta ka qenë në lur, nuk e di, se këta nuk tregojnë se sa helikoptera kanë dispozicion dhe ku po ndërhyjnë ata aktualisht që po flasin. Mendoj që vetëm diçka. Pra, se ne para disa ditësh kishim në intervistë dhe nënkryetaren e Bashkisë së Krujës, zonjën Ylka Kukala, i cila tha se zjarret ishin shuar plotësisht, por në mbrëmje filloi gjithçka nga e para. Pra, këto vatra nuk shuhen plotësisht që riaktivizohen? Jo, nuk janë shujt asnjëherë plotësisht. Aktualisht që flasim, kemi flak në lagjen e bazës në Krujë dhe në lagjen Boje në Krujë. Janë në lagjen Boje më aq sa kam parë nga larg, sepse është terren shumë i vështirë. Janë diku te 4 vatra zjarri aktive, ndërkohë që në lagjen Abaze ka disa vatra zjarri. Në lagjen Abaze kanë qenë vetë çunat e Abazes, të cilët kanë luftuar me flakët e zjarrit, duke me lopata xheniere, me mjete të cilat janë të improvizuara dhe prandaj unë kam bërë një thirrje
nga qyteti Krujës ditën e djeshme, se përse qeveria shqiptare nuk shpall gjendjen e jashtëzakonshme në Krujë. Çfarë duhet t'i ndodh tjetër qytetit Krujës, lagjeve të Krujës, kurora së pishave të Krujës, gjysmës së faqes malit të Krujës që të shpallet gjendja e jashtëzakonshme në qytetin e Krujës. Kam lexuar ligjin dhe kur ndodhin evakuime sigurisht që jemi një hap larg shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme. Pse? Sepse kemi 6 ditë luftë me flakët e zjarrit. Pra nuk po gjen paqe Kruja. Nuk është e vërtet që vatrat e zjarrit janë të fikura, nuk është e vërtet që ato janë të fikura plotësisht, mund vendosen kontroll për 2 orë, por ata riaktivizohen prapë. Dhe sot në Krujë ka ndodhur një fenomen tjetër, Bruna, që për shkak të nxehtësisë që kanë pasur shkëmbim, faqja e malit kanë rënë bura nga lart në formë shiu. Pra edhe gura të mëdhej, edhe gura të vegjël, duke rrezikuar, imagjinoni se çfarë peshë marrin ata nga lartësi, duke rrezikuar jetën e banorëve që dalin për punë të tyre, etj. Ata banorë që kanë ngelur aty sepse një pjesë e mirë e banorëve kanë shkuar në shtëpia tjera të afërmve apo të njohurve, duke zbritur më poshtë Krujës, aty ku nuk ka rrezik për zjarrin. Pra, tani jo vetëm që ka zjarr, por bine edhe gur nga lartësia, të cilat ja rrezikojnë më shumë jetën e banorëve. Unë gjykoj që shërbimet zjarrfikse duhet jenë prezente në Krujë në këto momente që flasim dhe duke ndenjur në këto lagje problematike si në bazë si dhe në boje, sepse nuk po piken zjarret. Ka 6 ditë që ka zjarr aktive, 6 ditë. Po, Aulon, unë do ta ripërsërisë njëra atë që ti thej që nuk duam të bëjmë politik me zjarret, por ca gjëra le ti trajtojmë aq më tepër me ty që ke qenë aty me banorët në këto ditë. Pra, përveç pjesës erës që ndikon në favorizimin e flakëve në përhapjen e tyre, ka mjaftueshëm sot zjarrfikës në numër, e kam fjalën, automjete zjarrfikse në Krujë që po punojnë për shuarjen e flakëve dhe këtu dua ta shpreh edhe një herë mbështetjen për të gjithë zjarrfikësit të cilët vënë jetën e tyre në rrezik për shuarjen e flakëve. Edhe unë du t'i përshëndes gjithë zjarrfikësit, pilota helikopterave, ushtrinë që ka pas prezencë të madhe në Krujë, por në rast se e krahasojmë me 2-3 ditë e para të Krujës dhe këto 2-3 ditë që përjetojmë tani, kemi më pak zjarrfikëse, kemi dhe më pak helikoptera. Kemi dhe më pak forca të ushtrisë në terren. Kjo ndoshta vjen si pasojë e zjarreve në malin e Dajtit apo në Lura apo në vende të tjera ku ju i dini më mirë se unë s'kam pas shumë mundësi të ndjek vatrat e zjarrit në Shqipëri. Po, janë afruar dhe në Tiranë. Por e vërteta e madhe është kjo dhe po një banor i afër lagjes së barunëve që aty ku marrin ujë dhe furnizohen me ujë helikopterat, më thotë që tani nuk është se ka dhe shumë ujë liçeni i barunëve, aty pra momenti ku marrin ujë helikopterat. Të më duhet ta verifikoj, merrni me rezerva këtë informacion dhe më tregon diçka për digën ku duhet ndërhyj bashkia. Gjithsesi unë do ta verifikoj këtë informacion, sepse pastaj do jetë problem shumë mbushja me ujë helikopterave, sepse është në një zonë shumë afër vatrës zjarreve dhe helikopterat kanë shumë më të lehtë për të vepruar dhe për të bërë më shumë xhiro. Unë kam qenë prezent gjatë gjithë kohës në vatrat e zjarrit dhe kam parë vetëm një helikopter që ka vepruar çdo 2 apo 3 orë. Pra ka hedhur ujë 2-3 orë dhe ka bërë 2-3 orë pushim. Jo se ka bërë pushim se ndoshta ka shkuar me hedh ujë në malin e Dajtit, por në Krujë nuk ka pas prani, po themi 12 orë të helikopterave siç kanë vepruar ditët e tjera. Prandaj unë gjykoj që është momenti që ne të bëjmë thirrje për ndihmë edhe nga jashtë. Pse ne duhet të mbahemi vetëm me forcat tona? S'kemi këtë mentalitetin e Enver Hoxhës ta bëjmë Shqipërinë me forcat tona. Unë gjykoj që në rast se ka vatra zjarri në gjithë territorin e Republikës, atëherë t'i bëjmë thirrje Kosovës, Maqedonisë apo Malit të Zi, se me sa di unë Greqia ka pas vetë zjarre dhe ata të na sjellin 2-3 helikoptera që të jenë pranishëm në Krujë, sepse unë mendoj që në rast se 3 deri në 6 helikoptera do të veprojnë në Krujë në një mënyrë sistematike dhe të vrullshme, besoj që mund të vehet në kontroll i gjithë zjarreve të shuhet përfundimisht. Pra s'kemi pse të vujmë 6 ditë me zjarret. Kam taku disa djem në lagjen e Baze dhe më kanë thënë që kemi flejt vetëm 15 orë gjumë 6 ditë e fundit në Krujë. Pra imagjinoni po flasim kanë qenë banor këta, banor apo zjarrfikës? Banor. Nga Afrika? Banor të cilët po sillen si zjarrfikës. Banor me lopata xheniere, banor me zorra, banor duke hedhur dhe në i keni parë pamjet, i keni transmetuar dhe ju. Janë heroj. Ata djem të cilët janë në terren,
të cilët e bëjnë me turne, janë rreth 40 çuna, të cilët unë i kam parë nga afër, i kam takuar, kam vendosur një komunikim natën e mbrëmshme me to, dhe janë shumë shqetësuar dhe për fëmijët e tyre të cilët nuk po gjejnë paqe dhe nuk po flejnë gjuhë. Aktualisht që po flasin, sepse janë friksuar pra. Edhe pse kanë zbrit në vende që nuk ka rrezik, nuk flenë gjuhë. Janë video në fakt të cilat janë bërë virale edhe nga pra qytetarë, të cilët po bëjnë rolin e zjarfiksit apo edhe të vetë zjarfikësve, të cilët janë në luftë me flakët. Përsa i përket zjarfikësve në ato zona ku ke qenë i pranishëm, apo nëse ke mundur të bisedosh me ta në pak momente ku nuk janë të angazhuar me punë. Si e përjetojnë ata, Aulon? Shiko Bruna, ata janë shumë të lodhur, janë të raskapitur. Imagjinoni kanë 6 ditë në terren dhe janë një luftë shumë të fuqishme me flakët e zjarrit, sidomos natën, sepse ditën kanë një farë mbështetje nga ana e helikopterëve, nga ajri, por natën ata e kanë të pamundur, sepse e para nuk din shtigjet se nga mund futet zjarfikse, e dyta janë zjarfikse, tani jemi realist, disa prej zjarfikseve janë bërë meme. Janë zjarfikse të cilat kanë dalë jashtë përdorimit që në vitet 70, në Europën perëndimore nuk ekzistojnë më këto. Prandaj është shumë e rëndësishme një rishikim i këtyre momenteve për me ble mjete të reja, për me fut një teknologji tjetër përsa i përket pikjes zjarreve. Ne na duhet që emergjencat civile mos i trajtojmë si një vend ku merret rroga qyl. Por një herë në vit, kur ka zjarre apo fatkeqësi natyrore, përmbytje, tërmete etj, mos na ndodh sikur atë tërmeti 2019 që paguanim lek për qen, tenderin e qenve dhe qen ne nuk ishim. Pra kishte qenë Kosova, Greqia që është një vend sismik dhe kishte pajime të jashtëzakonshme, ndërkohë që Shqipëria tani ju e pa zjarfiksen e Peshinit, donte 10 minuta për me marrë kthesën për me hyrë në Krujë. Kruja është një qytet malor dhe ka rrugë të cilat janë malore. Kruja është një qytet që nuk i ka rrugët shumë gjëra. Gjysma e ujit zjarfiksës ishte derdhur pa ardhur akoma në terren, në lagjen Varosh, pra i referohem ditës shtunë. Por unë kam bërë thirrje natën e mbrëmshme për biznese të cilat funksionojnë me botët e ujit, qytetarë cilët kanë botë e ujit që furnizojnë edhe shtëpiat me botë e ujit, të vinë në Krujë. 2 botë e ujit tilla kanë ardhur dje në rrugën e Burrelit, pra aty ku futesh për në lagjen Abaze, por nuk mjaftojnë. Unë gjykoj që duhet ketë një prezencë më të madhe të zjarfiksve në terren në lagjet e Krujës që duhet rrinë në emergjencë. Dhe i bëj thirrje edhe një herë, shfrytëzoj këtë lidhje qeverisë shqiptare që të shpallë